Ishte 23 vjeç kur fitoi festivalin e parë të këngës në vitin 1962 me këngën Fëmia i parë. Ylli i artistes Vaçezela do të shkëlqente që pas 26 dhjetorit të atij viti, ende e re, vajza e lindur në qytetin e vogël të Lushnjës, më 7 prill të vitit 1939, do të shndërrohej shumë shpejt në zërin e parë të muzikës shqiptare. Vaçezela do të findonte zemra dhe duat rokitjet e publikut në 11 festivalet e tjera të këngës, ku rrëmbeu gjithnjë çmimin e parë. Ajo mori pjesë në 19 festivale në radio dhe në televizion. Është artistja e vetme që është nderuar në të gjallë me urdhrin Nderi i Kombit në dhjetor të 2002-shit, artiste e merituar dhe artiste e popullit, tituj këto dhe në gjatë periudhës së komunizmit. Për nder të saj, 2009 u quajt viti Vaçezelës. Viti 1987 do të shënonte largimin e artistes nga skena shqiptare. Për herë të fundit, ajo i dhuroi repertorit të muzikës së lehtë këngën Valsi Lumturis. Bashkë me familjen e saj, bashortin Pietrin dhe vajzën Irma, u vendos në Bazel të Zvicrës. Në këtë qytet, ajo zhvilloi edhe turneun e fundit, në vitin 92, aty ku kaloi vitet e fundit të jetës së saj, larg publikut që aq shumë e duar trokiti.